kom shku për punë edhe kom bet. Edhe, se di, nuk e di, nështë edhe jom pak tipi gjallë, po na thojmë kush full pak ma shumë se që duhet, edhe njerës ti tërhek ka vetja. Nështë unë i kom tërhek njerës ma shumë, edhe besoj që më nëzëspresin me qelë sa ma shpejt me orë, se kom klienta që më shkujnë hala sëd. Edhe kër e kom byllë qandrën në Kosovë, kër e kom pasë në Prishtinë, besëm që kom pasë qatë shumë klienta që kanë thonë banes po vi, mos e na po ta gjejmë një qandrë ku me orë ti, veç hajde ti bëna. U kunaj vetë besimi që veç ndorë të one. Po mirë, pjesa e integrimit në Zvicër nuk është aq e thjeshtë. Thuhet që dënë shumë kohë për me qenë atje një qytetare e cila e gëzon jetën në mënyrë legale. Po, është pak shtirë, po... Sepse po thua që nuk e kam familjen, nuk jam e martuar. Jo, si jam e martuar, jam super single. Trego pak për këtë si a dole. Me punja dolim gjithë shka. Jo, veç e kemi bo si një mundësi, rreth vizës punës, qështot, edhe përmes shteteve tjera, qështot. Qështot. Mirë, premtuese është si proces, pra do t'jesh shteta se shpreson një ditë edhe pasaportën... Shpresoj shumë, po asë njëherë nuk thëmë që e lo Kosovën, se unë e kam këto, unë e kam vish një vla, dhe jemi të dy fmi, së mu i menajt larkë familjes, kështë që menaj që familja është shumë e shajnë, keq shambull kush dhe që i ka fmit mërgem, është shumë e shtirë, kur se ja u kom besu në shta, deri ditën që kom dollë vetë. Me orë në shta po thëmë gjdo mujë, kur nuk është balë. Se momentin që përshkreshe njerë dhe edhin që mo jetën që atë ven, sa dhe që nështë atë gjdo javë me ardhë në Kosovë, e njën që mo nuk se di do këtë që është ven i huj, nuk është ven jatë. E ke njësë si infermiere këto, sepse e përfundove fakultetin. Po. Para ditët, gjatë ditës punëje në spital, po. Kurse pas ditë i kishe dasmat, ahengjet? Rëndshët. Po, në fillem kom punu, do më thonë, në spital. Ma ndej, mbromje, kom pas, kër më karo ndrimi mas ditës, jem unu me kolegë më ndru, edhe që shto kanë qenë të mirë kuptu shumë. A e ki taku në ndë një dasëm dhe një pacient? Po, ka pas edhe pacienta që më kanë thirë mi knuna për darës ma. Edhe... Një rrugë dy puna. Kështu që mirë, këm zërë edhe prej mjekësis, këm dollë kënej. Mirë shumë, kjo është aftësia gjithë shmëris, apo jo? Po më thuj pak me aktrimin pasaj, si u ljedh? One kom qenë gjrimet viti 3, ku kom bo pjesë të aktrimi, ka qenë me aktor të Bedi Kiqinen, Gjylla Cikashi edhe Avdël Berisha. Do me thonë, në fillim, jemi shku në gjrimet viti 3 edhe kom taku Bedin. Mami i Bedit është këngëtare. Edhe rastësisht ma bënë thëtë, unë e kom një serial që jem të bo, është Këtë Katunarqja. Edhe pës qësh po të shka në këtë, po më do kështë si ftyrë që më nush më shku për serialin tonë. A kisha orë me lujt në epizodi, kom thonë me shumë qef, adem pëse mos me provu diçka të re. Jem gjithë provu diçka me bo, me arrit pëse jo. Edhe i kom thonë po. As pa e ditë rolin? Heq. Nuk pa e ditë asë edhe një rallë, asë kur gjovish kom thonë po, vi. Se kom di që jem tip i gjallë dhe për një men njerë se gjallë më nej që ja dalin gjithë kom kude që të shkojnë. Edhe kom thonë po. Ma ndej kemi dalë, kemi bisedu edhe për rallë. Kom qenë ngryja e dytë e Bedit në serial. Ka qenë emri jam Zemra. Bedi ka qenë Lili. Lili me 2 gra. Edhe unë jem kuna janusja prej Zvicrës që e vardë. Ndo këtë të qaj serial ma ka njëllë me kunusja Zvicrës. Pas ke manifestua. E unë të më thonë veç në Zvicrë, kom shkua monusja e kërkuna hala nuk jem shumë single. Edhe nuk e menoj njëre me gjithë një djallë se jem shumë e rej, e kom jetën për para, se po më visin krejt për djem. Nuk kom interes njëre. A e shef vetën nusës e shpeti? Jo, as pak. Pse? Angazhimet, projektet? Angazhimet, projektet, edhe menoj që i kom do qëllime njëtë, që për mi, kur të mri në është ta qatë mesin që unë e kom qef me mri, që ata në është ta kësha po vetën.